Unë quhem Arlind dhe kam lindur në një pjesë të Elbasanit që duket e qetë. Por pas mureve të shtëpisë son ndodhte gjithçka tjetër. Fëmijëria ime nuk ishte e thjeshtë. Megjithatë, fillimisht nuk e kuptoja tmerrin që po afrohej. Babai im ishte një njeri që e doja pa kushte. Kur isha i vogël, më merrte në krah dhe më tregonte histori për malet, për rrugicat e qytetit, për ditët kur ishte djalë. Ai më bënte të ndihem i sigurt dhe i dashur. Por me kalimin e viteve, diçka ndryshoi. Një gotë raki në fillim, pastaj 2, pastaj çdo natë. Filloi të vinte në shtëpi i dehur, me një fytyrë të nxirr nga zemrimi që nuk e kuptoja. Nëna ime, një grua e butë, gjithmonë përpiqej të na mbante të gjithëve të sigurt. Mund të thoshte fjalë të qeta për të qetësuar situatën, por unë shija frikën në sytë e saj. Në ato mbrëmje, çdo hap i tij më bënte të dridesha. Nuk flisja asnjëherë me shokët për atë që ndodhte, dhe as ata nuk pyetnin. Mësoja të heshtja, por frika e heshtjes së lodhur nuk më jepte qetësi. Dëgjoja gjithçka që ndodhte brenda dhomës tjetër. Ndjeja çdo zhurmë, çdo përplasje, çdo ulërim. Një pjesë e vogël e meje shpresonte se një ditë do të ndalej. Por vitet kalonin dhe gjërat përkeqësoheshin. Kur isha 15 vjeç, gjithçka arriti në një pikë ku nuk mund të duroja më. Ai kishte ardhur si zakonisht, i dehur dhe i zemruar për gjëra të vogla, të panevojshme. Në atë natë, diçka u çlirua brenda meje. Më parë isha i friksuar, i heshtur, duke shikuar si çdo gjë të shkatërrohej përreth. Por tani ndjeva se nuk mund të lejoja më nënën time të vuante, nuk mund të lejoja më shtëpinë të bëhej ferr. Kur e pash se po afronte dhe fytyra e tij ishte nxirr nga alkooli, diçka u ndez brenda meje. Nuk e dija nga vinte guximi, por diçka më shtyu të flisja. Mjaft bab, thash me zë të dridhur, por të vendosur. Ai u kthye, me një shikim të egër dhe të papritur. Ti do më ndallosh, më tha me përçmim. Zemra më rrihte fort, nuk mund të kthehesha më pas, ishte koha të reagoj. Ai u afrua, unë u afrova gjithashtu. Nuk kishte më fjalë, vetëm shikime të mbushura me frikë dhe zemërim. Ishte momenti kur e kuptova se nuk mund të isha më fëmijë. Atë natë gjithçka ndryshoi. Kur u ngrita mëngjesin tjetër, babai nuk ishte në shtëpi. Ai kishte dalë jashtë, i paqartë për ditët që do të vinte dhe se çfarë do të bënte. Nuk e pash më atë në ato ditë. Ishte si një çlirim i heshtur, por i rënd. Unë dhe nëna ime qëndruam të heshtur për disa ditë. Nuk folëm shumë. Ishte një lloj respekti i heshtur për vendimin që kisha marrë dhe për atë çfarë ndodhi natën e kaluar. Por nuk mund të vazhdonim të jetonim atje. Shtëpia ishte mbushur me kujtime të dhimbshme, me aroma të frikës dhe të shpresës së humbur. Vendosëm të largoheshim, të nisnim një jetë të re vetëm ne të dy. Fillimisht nuk ishte e lehtë, nuk kishim asgjë, përveç një çante me rroba dhe vendosmërinë për të mos u kthyer mbrapa. Gjatë rrugës për të gjetur një vend të ri në qytet, ndjeja frikë dhe ankth, por edhe një lloj lirimi. Nuk do të shikoja më ato mure që mbanin dhimbjen. Nuk do të dëgjoja më hapat që të trembnin. Një pjesë e meje ishte rritur natën kur vendosa të mos heshtja më. Gjetëm një apartament të vogël, modest, por tonin. Fillova të kërkoj punë. Nuk ishte e lehtë për një adoleshent që sapo kishte mpushur 15 vjeç, por ndjeva se duhej të rritesha shpejt. Shkova në fabrika të vogla, dyqane, çdo vend ku mund të punoja. Çdo lek që fitonim shkonte për nevojat e nënës dhe të familjes që sapo kishim krijuar. Nëna ime ishte krenare, por edhe e shqetësuar. Ajo shihte ndryshimin brenda meje. Djali i vogël që kishte frikë të fliste, tani ishte rritur dhe po merrte përgjegjësi që nuk i takonte të gjithë moshës së tij. Vitet kaluan.
Punova, kursova dhe ndihmoja nënën të qëndronte mbi këmbët e saj. Shkolla nuk u ndërpre, edhe pse shpesh më duhej të punoja dhe më pas të kthehesha në libra dhe detyra. Një ditë, më mori një ndjenjë krenarie që nuk e kisha ndjer kurrë. Isha bërë mbështetja e saj, fuqia që ajo kishte humbur gjatë viteve të dhunës. Ndërtimi i jetës son të re nuk ishte i lehtë. Ishim larg çdo kujtimi të dhimbshëm, por ndonjëherë e kalon mendja tek ai që na kishte lënë aq plag. Nuk e urreja babain. Nuk kishte kuptim të mbaja urrejtje për dikë që kishte humbur vetveten në alkool dhe frikë, por nuk kisha vend për të në jetën tonë të re. Ai mbeti një kujtim i hidhur, dërsa ne filluam të ndërtonim shpresën tonë. Nëna ime filloi të qeshte më shpesh, të bënte plane për të ardhmen, të fliste për gjëra që nuk kishim pasur mundësi të ndërronim. Dhe unë, duke parë buzëqeshjen e saj, ndjeva një kënaqësi që nuk krahasohej me asgjë. Gjithçka që kisha bërë, çdo frikë dhe çdo lot kishte vlerë. E kuptova se guximi nuk është të mos kesh frikë, por të veprosh pavarësisht frikës. Sot, disa vite më vonë, unë jam rritur. Punoj, përpiqem të ndihmoj të tjerët dhe gjithmonë kujtoj atë natë si momentin që më formoi. Nuk jam perfekt. Nuk e kam harruar dhimbjen, por e kam kthyer atë në forcë. Nëna ime dhe unë kemi ndërtuar një jetë të re, larg nga dhuna, larg nga frika. Nuk ka më alkool që na prish ditët. Nuk ka më shikimet e egra që na trembin. Ka dashuri, respekt dhe përkujdesje. Dhe më e rëndësishmja, ka liri. Çdo herë kur kujtoj atë natë, kur thash për herë të parë mjaft, e kuptoj se nuk ishte fundi i botës son, por fillimi i një jete të re. Një jetë ku ne jemi të lirë të zgjedhim lumturinë tonë, pa u kthehur pas, pa lejuar dhimbjen të na ndaloj. Kjo është historia ime. Një histori për frikën, guximin dhe fuqinë e ndërtimit të një jete të re kur gjithçka duket e shkatëruar. Një histori për atë se si një natë e vetme, një vendim i vogël, mund të ndryshojë gjithë jetën. Nëse edhe ju apo dikush që njihni keni përjetuar histori të ngjashme dhe dëshironi ta ndani me ne në mënyrë anonime, mund të na shkruani në faqen tonë. Ne jemi këtu për t'i dhënë zë atyre që janë heshtur për vite me radhë. Historitë tuaja kanë rëndësi, dhe kur tregohen, ato mund të bëhen shpresë për dikë tjetër që është ende në errësirë. Mos harroni të bëni like në këtë video nëse ju prek, të lini një koment me mendimin tuaj dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori reale, të forta dhe të papërpunuara nga jeta në Shqipëri. Ne postojmë çdo ditë në orën 6 të mbasdites dhe çdo video është një dritare drejt një historie që meriton të dëgjohet. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Ju presim në videon e radhës.